Do të vazhdojmë me episodin ku Sadakat dhe Mine japin lajmin për shtatzanin e kësaj të fundit, para Ajles dhe Gjanit. Por fjalët e Ajles nuk janë as pak nga ato që prisnin Sadakat dhe Mine. Ajo thot, në këtë orë keni thirrur këtu zonjën Mine. Ajo ka ardhur me mundimin për të thënë lajmin e mirë, por gëzimi juaj do t'ju mbetet në fyt, sepse për mua nuk ishte surprizë. Gjan më ka treguar tashmë, pra unë e dija. Dhe pak më parë po flisnit vazhdimisht për djalë, për nip mashkull. Çfarë turpi është ky? Nëse foshnja është vajzë, a nuk është fëmijë? Unë e njoh mbi emrin tuaj shumë mirë. Fëmia në barkun e Mines mund të jetë fëmia e Gjanit, dhe Gjan, siç thoni ju, nuk është burr që t'i kthej shpinën dhe të largohet, as nuk duhet të largohet. Në mes është një foshnjë e pafajshme. Çfarë po përpiqeni të bëni përmes kësaj? Duket sikur ngatëroheni kur gjërat ndryshojnë shpejt. E kam thënë edhe më parë shumë herë, unë jam gruaja e Gjanit. E thënë edhe vetë, burri yt po pret fëmijë nga një grua tjetër, por Gjan është burri im. Sipas së vërtetës suaj, unë jam gruaja e tij me kurorë. Dhe më pas Ajla vazhdon, duke surprizuar të gjithë. Pse duhet të mos e përballoj unë këtë? Pse zemra ime të mos e duroj? Sipas jush, a jam unë ajo që duhet të turpërohem? Unë si gruaja e Gjihanit jam në këtë konak, dhe për sa kohë që unë nuk dua, askush nuk mund të më largojë nga ky konak. Më pas ajo drejtohet nga Mine. Urime për foshnjën tuaj, zonja Mine. Shpresoj ta merrni në krah me shëndet. Por për gjendjen ku e keni ulur veten, sinqerisht më vjen keq. Mendoj se për të zënë vend në këtë konak, tashmë është vonë për ju. Nuk ka nevojë për këtë, mos e bëni, e kam thënë shumë herë mos e bëni. Kjo skenë është një nga përballjet më të forta të Aljes dhe Sadakatit, një moment ku ajo nuk hesht më, por vendos kufijnë të saj si grua dhe bashkëshorte. Pas largimit të Aljes, Sadakat fillon të thotë këto fjalë. Shikoje pak këtë, sikur kjo martesë të ishte e vërtet, vetëm sepse hodhi firmë në 2 letra, mendon se u bë zonja e këtij konaku. Duke e mbajtur shpinën drejt e duke u krenuar, nuk bëhesh grua, aq më pak gruaja e këtij fisi. Por Gjani nuk duron me dhe i kthehet Sadakatit. Nen, vetëm sepse je nëna ime nuk e të drejtë të thuash çfarë të vi në gojë, e kupton? Mos e kalo kufirin, të riqu më njanë dhe prit radhën tënde. Atë fëmijë i thot Mines do ta lindësh, ai është fëmia ynë. Fëmijën që e përdore për të mashtruar, që e përdore për të më ngritur kurthin, që e përdore si bilet për të hyrë në këtë konak, do ta lindësh. Unë do të kujdesem për atë fëmijë, sepse ai është i pafajshëm dhe ka vend në jetën time, por ti nuk e asnjë vend në jetën time. E dëgjove Aljen, ajo do të qëndroj këtu, dhe ti kur nuk do të mund të vish në këtë konak për t'i zënë vendin Aljes. Kur të ketë diçka për fëmijën, unë do të vi tek ti dhe do të flasim atëherë. Këto çështje nuk do të diskutohen në këtë çatim. Më pas Gjani kërkon Nares që ta largoj sa më shpejt Minen nga kjo shtëpi. Pas largimit të Mines vazhdon sërish përballja midis Sadakatit dhe Gjanit. Sadakat përpiqet të justifikojë ndërhyrjen e saj, duke mbështetur te fisi dhe ideja e nipit që vazhdon gjakun. Ajo e sheh situatën si çështje trashëgimie dhe pushteti. Por Gjan vendos një vit të kuqe shumë të fortë. Pranon përgjegjësinë për fëmijën, por refuzon që nëna e tij të vendosë për martesën dhe jetën e tij. Dhe mbi të gjitha, deklaron hapur se gruaja e tij është Alja dhe kjo nuk ndryshon. Është një moment shumë i fortë sepse për herë të parë ai thot nënës së tij se rregullat e saj nuk vlejnë mbi jetën e tij. Më pas Gjan shkon dhe përballet me Aljen. Ai i thot: "Nëna ime e kishte ndërtuar gjithë planin mbi reagimin tënd, prandaj e solli Minen këtu, si bombë në mes të ambientit. Ajo mendoi se ti do të dorëzoheshe, do të largoheshe, por ti e përmbyse situatën. Edhe unë vetë nuk e dija si do të përballoja një gjë të tillë. E solli Minen përballë nesh, po ti reagove aq fort, Alja. Nuk e di sa e rëndësishme ishte për mua ajo fjali që the. Kur unë po rrëzohesha, ti më ngrite, edhe pse nuk të pëlqeu kur kjo situatë. Në fakt, kur e thash atë fjali, nuk e dija që Mine ishte shtatzan, vetëm dyshoja. Nuk e di sa e meritoj këtë shans, por ka një gjë, ditën që u martova me ty, duhet të isha ndarë përfundimisht nga Mine, bëra gabim. Ti u martove me mua për situatën e këtij vendi. Martesa jo nuk ishte një martesë e vërtet.
Ne nuk ishim vërtet burrë e grua. Po kjo martesë më përmbysi jetën, por tani e shoh më qartë, edhe jetën tënde e përmbysi. Kjo ishte një bisedë e sinqertë mes Gjanit dhe Aljes. Gjan pranon gabimin e tij që nuk e mbylli të shkuarën me Minen. Ai e falenderon Aljen sepse ajo e mbrojti dhe e mbajti në këmbë përballë Sadakatit. Por më në fund ai le të kuptohej se ata ishin në prag të një fillimi të vërtet, edhe pse martesa e tyre nisi si një marrëveshje, jo si një dashuri. Nga ana tjetër Ajla i kthehet, po ne nuk kemi pasur një martesë të vërtet, por ti nuk e faj për atë që ka ndodhur, por gjithsesi, ta dish që burri yt pret një fëmijë nga një grua tjetër, nuk është diçka e lehtë. Fjala e fundit e thënë me butësi, tregon se ndjenjat e saj për te janë reale. Ajo nuk po flet si një grua në marrëveshje, por si një grua që tashmë e do burrin e saj. Në këtë skenë është një dialog midis Sadakatit dhe Minem. Mine i thot se nuk kishim rënë dakord kështu, më thatë që Ajla nuk do të qëndronte dhe se do të largohej, në vend që të largohej më poshtëroi sikur vetëm ajo ka të drejtë mbi gjithçka. Unë dola e humbur nga kjo situatë. Por Sadakati përgjigjet, nuk e kishim menduar se do të ishte kaq e vështirë, por kjo nuk do të thotë të dorëzohesh menjëherë, vetëm sepse Ajla tha dy fjalë, kjo çështje nuk mbaron. Asgjë nuk është e humbur ende. Kur ai fëmijë të vinë në jetë dhe ti t'ja vendosësh në krah të Xhihanit, atëherë do ta shohim nëse Alia do të qëndrojë në atë shtëpi apo jo. Çfarë thoni, thot Mine, të pres sa të lind fëmia? Sadakati thot, ti mba në bark fëmijën e Xhihanit, duhet të jesh e duruar, kur të vi dita, unë do të mbështes në çdo mënyrë, ki durim. Durimi sjell shpëtim. Kaja dhe Nare shkojnë tek Xhihani pas gjithë kaosit me Minen. Atmosfera është e rëndë, Xhihani është i tronditur. Fjalët e Kajës, vëlla, nuk di çfarë të them, kur e pash Minen në sallon u shokova. Kujt ti flas? Mines, ti bërtas nënës? Si mund të ndodh kjo? Gjithmonë i njëjti problem. Nare nga ana tjetër i thot, por un pas diçka tjetër. Alia qëndroi pranë teje, shumë e fortë nga sa e prisja. Foli aq bukur, e dëgjova me gojën hapur. Ajo nuk u thyem. Kurse Xhihani ka një këndvështrim tjetër për Aljen. Ai thot, mos u mashtroni nga qëndrimi i saj. Kur njeriu duket i fortë nga jashtë, brenda mund të digjet. Kjo skenë tregon që Xhihani është mes fajit dhe frikës. Kaja përpiqet ta zgjojë dhe ta mbajë të përballet me realitetin. Nare sheh më qartë, mes Xhihanit dhe Aljes ka lindur dashuria. Kjo është pika ku Xhihan duhet të zgjedhë frikën apo ndjenjën. Në këtë moment kuptohet qartë që historia nuk është më vetëm për një martesë formale, por për një dashuri që po forcohet mes stuhisë. Por Sadakat nuk ndalet. Ajo hyn në dhomën e Ajlës dhe me një qëndrim të ftohtë dhe sfidues, ajo i drejtohet me tone të matura, por plot nën tekst dhe paralajmërim. Ajo i thot Aljes të mos mendoj se e ka bindur me fjalët e saj krenare në sallon. Sipas saj, ajo ka kuptuar dhimbjen e brendshme të Aljes. Tekston faktin që Xhihan do ta marrë në krah një fëmijë që nuk është i saj dhe do të jetë një goditje e rëndë për të. Shton se asnjë grua nuk do të pranonte lehtë një situatë të tillë. Sadakati e paralajmëron se kur fëmia të lindë dhe të rritet në atë konak, atëherë do të shihet nëse Alia do të ruaj ende qëndrimin krenar. Në fund largohet duke thënë se asgjë nuk ka mbaruar dhe se Alia do të përballet me shumë sprova të tjera. Duke parë këtë skenë, Nare përpiqet të ndalojë nënën e saj para se situata të dalë jashtë kontrollit. Ajo kupton se Xhihani po afrohet gjithnjë më shumë drejt një pike ku mund të zgjedh gruan para nënës. Sadakati nuk beson se djali i saj do ta sfidojë ndonjëherë seriozisht autoritetin e saj. Konflikti tashmë nuk është vetëm mes grave, por po bëhet përçarje brenda familjes. Më pas Nare i afrohet Ajlës me keqardhje të sinqertë dhe i thotë: jam shumë e mërzitur, me të vërtet shumë e mërzitur, por do të kaloj, të betohem që do të kaloj, të lutem duro. Mos ja kthe shpinën vëllait tim, vazhdo të rezistosh, të lutem. Më the dikur rezisto. Dhe tani të them unë ty, mos u dorëzo, të lutem. Nga ana tjetër Ajla i thot, nuk është as pak e lehtë Nare, as pak. Nare njofton familjarët se do të niset për në marrëdhënie për të përgatitur shtëpinë, për të vendosur krevatin e Ozganit, sepse ai do të dalë nga spitali, me shpresën dhe me lutjen që gjithçka të shkojë mirë. Por në të njëjtën kohë, Sadakat vazhdon planin e saj klasik.
Ajo njofton se në mbrëmje do të shkojë të shohë vajzën e Xhezmibeut. Pra, ndërsa njëra dram nuk ka përfunduar ende, ajo po përgatit një martesë të re për djalin e saj Kajan. Në këtë skenë Gjean merr informacione në lidhje me personin që vrau Boranin. Ai informohet se personi është parë në një fshat, në një kalim të një fshati afër. Tregon se personi në fjalë ka qenë shumë i kujdesshëm dhe ka humbur gjurmët e tij, por premton se do ta gjejnë. Përmes bisedës Gjean thekson rëndësinë e kontrollit të çdo zone, çdo fshat duhet të inspektohet me kujdes. Nga ana tjetër, Exhmel dhe Nadim përfshihen në një përplasje të fortë dhe emocionale. Exhmel akuzon Nadimin hapur për aktin e rënd i cili pretendon se ka vrarë Boranin, ndërkohë Nadim mohon çdo përfshirje dhe kthehet me akuza ndaj Exhmelit, duke thënë se ai po gënjen. Të dy duan që e vërteta të dalë në dritë, kush ka bërë çfarë dhe kush ka tradhtuar, duke krijuar një atmosferë paralajmëruese për përplasjet e mëtejshme. Në një skenë tjetër, Shahini tregon Nares se gjithmonë do të jetë pranë saj dhe mund të mbështetet tek ai çdo herë që ka nevojë. Ai thekson se nuk do ta lërë që ajo të dëmtohet më shumë, duke treguar kujdes dhe përkujdesje të sinqertë. Nare pranon këtë mbështetje dhe ndjen një ngushëllim të brendshëm, duke kuptuar se nuk është vetëm në situata të vështira. Dhe skena e fundit për sot është ku Gjean e shoqëron Alien për në punë dhe i shpjegon planin e tij për Minen dhe fëmijën. Ai i thot se para se të flas me Minen, dëshiron ta diskutojë me Alien për të sqaruar situatën. Planifikimi i Gjeanit është që Mine të qëndrojë në shtëpinë aktuale derisa të lindë fëmia. Ai premton se do të ofrojë mbështetje financiare të rregullt dhe pas lindjes së fëmijës do të blejë një shtëpi të re për Minen dhe fëmijën. Fëmia do të vizitojë konakun vetëm kur Gjean dëshiron të takohet, duke ruajtur një ekuilibër mes familjes dhe përkujdesjes për fëmijën. Gjatë kësaj bisede, Gjean tregon që ai e përfshin Alien në vendimarrje, duke treguar se i beson gjykimit të saj.